Atëherë, përshëndetje, do të ndalemi tek tek lënda e rikut 11 me zgjidhje, gjuhët e programimit dhe do ndalemi tek programimin në Java. Së pari do shikojmë me vëmendje çfarë synon identifikimin e klasave abstrakte dhe metodave në Java, deklarimin e klasave abstrakte dhe përfundime në lidhje me klasat abstrakte dhe veçoritë e tyre. Një aplikacion ose një vizatim bazohet gjithmonë në një gjuhë programimi të bazuar në objekte dhe me anë të cilit ne mund të vizatojmë figura të ndryshme gjeometrike. Duke u nisur nga eksperjenca sigurisht do të japim mendime në lidhje se si mund të vizatojmë një drejtës, një katror, një rom e merat. Pra si mund të bëjmë një lojë të caktuar secili prej nesh. Pra si mund të ecim më tej për vizatimin e detyrës përkatëse. Fillimisht ndalemi tek kuptimi i klasës abstrakte. Duke u nisur nga shembulli që pamë më sipër, themi se një objekt i vizatuar ka të përbashkët tre gjendje: pozicionimin, ngjyrën dhe mbushjen. Gjatë programimit në Java do të shikojmë që kjo gjë, pra ky program na lejon, mënyra e programimit në Java na lejon deklarimin e një superklase, që do ta quajmë me emërtimin objektet grafike, e cila do të ketë të njëjtat veçori me klasat abstrakte në Java, pra me një objekt abstrakt. Fjala kyçe që do të përdoret do të jetë abstrakt, ku ne do të deklarojmë një klasë, dhe metoda abstrakt mund të përfshihet ose jo dhe në procesin e deklarimit të një klase abstrakt. Kjo na bën ne të nënkuptojmë se kur bëjmë deklarimin e një klase, mund mos kemi nevojën e deklarimit të klapave apo të pikpresjes. Grafikisht do të marrim skicimin e objekteve dhe këto do t'i kemi në objektin e një vizatimi, si mund ta bëjmë objektin grafik, por siç mund të bëjmë edhe vizatimin ose skemën e klasave abstrakte ku do të përmendim deklarimin. Kur bëjmë deklarimin e klasës abstrakte, gjithmonë do të specifikojmë fjalën kyçe përpara deklarimit dhe përpara metodës. Do të kemi klasa abstract class A dhe për metodën do të kemi abstract void displayed. Këtu do të përdorim klapat gjarpërushe dhe ndërsa këtu më tan do të përdorim klapat e vogla të mbyllura duke shoqëruar dhe me pikpresje. Dy rregulla kryesore duhet të mbani mend për sa i përket shkrimit të këtyre deklarimit të klasave. Nëse një klasë ka pak abstrakt metoda dhe pak metoda konkrete që duhet të deklarohet, dhe së dyti, nëse ka vetëm metoda abstrakt dhe të cilat duhen deklaruar si interface, si duhen deklaruar në trajton e një interfejsi. Kur një klasë zgjeron klasën abstrakt, duhen zbatuar të gjitha metodat e abstrakt klasë që ne përmendëm më sipër. Në përfundim do të themi një klasë abstrakt mund përdoret derisa të shtrihet në gjithë klasat e tjera. Nëse deklaron një metodë abstrakte, atëherë patjetër një klasë duhet të deklarojë edhe abstrakt klasën, dhe nëse metoda abstrakte nuk ka body, pra nuk ka trup në gjatë deklarimit të saj, atëherë kjo do të themi që gjithmonë metoda abstrakte nuk kanë body dhe në deklarimin do të përfundojmë me një pikpresje. Metoda abstrakt është pjesë e klasës abstrakte. Si shembull, kemi marrë shembullin e librit që ju referuam vizatimit të figurave gjeometrike. Kemi dhënë abstract class, sintaksën përkatëse dhe rezultatin në procesin e kompilimit. Për veprimtari praktike, ju rikujtoj që në matematikë keni marrë llogaritë bankare, pra jeni njohur me mënyrën e llogaritjes së tyre dhe të interesit bankar. Do krijoni një klasën abstrakte bank. Për këtë klasë abstrakte ju do t'i jepni kodin. Dërgimin në email. Ju rikujtoj dhe instrumentin e vlerësimit, ndërtimin e një programi në Java, duke përdorur trashëgiminë që do ta shikojmë me vëmendje e kemi parë dhe do ta shikojmë në vazhdimsi gjatë gjithë këtij kapitulli përkat. Ju uroj të gjithëve suksese dhe mbare mirë.